Po flasim sipas teje, sa ja kanë nevojën burrat dhe gratë njëri tjetrit? Sa ja ka nevojën, qysh po mendon? A është e nevojshme patjetër që një grua ditën e sotme ta ketë një burr krah vetës? Është shumë e lehtë është kur ki partner, sidomos nëse ki fëmijë, se gjithmonë meshkujt të konsiderohen si krijesë më të fuqishëm janë. Mashkullin kur e ki afër gjithmonë njesh më e fuqishme, por kur nuk ki zgjidhje ose nëse nuk e ki njeriu e duhur, atëherë ti vetë je burr, vetë je gru, mundesh edhe vetë mi arrit gjitha, qofse nuk ki tjetër zgjidhje. Apo kupton? Po çka për ato gratë Ardit që dëgjojmë shpesh, kemi dëgjuar edhe deklarata nga gratë që thonë që ja dalin edhe vetë, ndonjëherë burrat mund të jenë vetëm pengesë, gratë janë më të fuqishme kur janë vetë. Po nga njerë ka disa burra që janë vetësa për mi pasë, nuk mirën me gru, nuk komunikojnë, nuk i respektojnë ndjenjat e grus, nuk i vlerësojnë, nështë ja ka një gru tepër të mirë në çdo aspekt, edhe ata nuk ja din vlerën, derisa të hupin. Kur të hupin, mandena çka bona. Po e njëjtë, ara sjelltas edhe për femrat vlen kjo. Do më thonë edhe femra, një burr që është i mirë, që e trajton mirë, edhe nuk ja din vlerën atij burri, nuk e shet që dikush e ka nështë jetën shumë atë keqe se ajo, ose ai. Edhe në momentin që nështë ndohen, që atëherë i shohin, do më thonë, njëri tjetrin, vlerat e njëri tjetrit. Po, pse ndodh kjo sipas teje Ardit? Lakmia, si nga ana e mashkujve, si nga ana e femnave, do me thonë lakmojnë shohin në për TikTok-in, në për Facebook, a jetë të njerëzve cilë të qesin kishin apo knashën, po në fakt, ajo është shumë, po i me thonë kështu drejt, rren, ma shumë edhe kanë vetësa për show off, për tjertë, apo kupton, se s'do me thonë që e kanë qatë jetë mirë, është ma te për veçsa për... E kjo i ka prish njerëzit, nuk bën mu bëq ashtë naiv mi pa këtë gjana. A kuptar? Po. Se që këtë gjallë jam veç po vra, po ne po mduhet me... Okej, nuk po të marrë shumë kohë, kam pra vetëm edhe një pyetje, po të liraj, duke pas parasysh situatën se në gjendjet. Në 10 minuta moj. Ardita, e kemi parë që në Letoni së fundmi është një platformë online ku gratë mund të porosisin burra, bashart online. Si a i bie kjo që burrave po ju bie vlera se shë një gjë të tillë, aty thuhet që janë burra për punë shtëpie. A dim pse, se tash nuk është ajo koha mo që shka qenë për para, femnat kanë ma shumë fuqi në ditën e sodit, janë ma pamvarne, punojnë, nuk e pyesin askënd për jetën e vetë, do me thonë janë ma të fuqishme për momentin. Po, për atë burrave pak ju ka ra në vlera, po, është edhe kundërta. Do me thonë edhe femrave ju vjen vlera për derisa edhe... Ardit, do të dojë që në Kosovë të ekziston një platformë e tillë për burra me qira, edhe për çka do ta merr një burr me qira, sepse atu thuhet për punë shtëpie, për... E tjera. Burr me qira për housekeeper po mendon? Atu thuhet vetëm burra me qira. Tani... Por qëfar punë, nuk e dim. It's not housekeeper. Jo du të me ditë për qëfar burri me qira, apo kuptar? Husband for rent. Mas je në Angli. Po. Husband for rent. Oh my God! Yes, of course. In Lithuania. Unë s'kom një kështu edhe unë nuk i besoj online-ave. Unë du me pa njerin live. Unë online mund njoftu me njerëz me aty në po thu që nëse kështë porosit një burë online nuk e kështë pas guximin se nuk i beson që ka dalë. Shumë sa, unë si besoj fort njerëzve, ka lloj njerëz si do mos ditën e sotit. Kështu që jo, unë nuk me qira atu sane, po më duken diçka edhe ma tepër se si ndodhi në Evropë. Në Kosovë bu kjo platformë? Jo, në Letoni. Ne vetëm po flasim çka nëse do të bëhej në Kosovë. Sepse kjo platformë... Nështë i konvenon dikujna, ka dallime prej njerëzve. Po, Ardita, faleminderit shumë, nuk po të marrim më shumë kohë, duke pas parasysh edhe se je jashtë edhe ke pak të papërshtatshme. Faleminderit shumë. Faleminderit Kushtrim Iqbal edhe psikologu, ti përshëndes.